Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutim së bashku me ju mbrëmsaren. E premt java 13 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijuesi i njeriut që vendos çdo gjë vetëm, u jep urdhër të prodhoj dheut, zvaranikeve e llojeve tegra. Që trupa të mëdhenj sendesh, të gjallë me gojë të urdhruesit, që t'i shërbejnë me rregull, ja dhe njeriut me urdhër. Mbaj larg shërbëtarëve të tu, çdo gjë të papastri. Ja t'u nënshtrohet ligjeve, ja të futet në vepra të mira. Jep çmimet e gëzimeve, jep shpërblimet e hirëve, zgjidhi prangat e grindjes, forco lidhjet e paqes. Bëjo atë krejt i drejti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar sundues në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Psalmi 41. Urata e të sëmurit. I lumi ai që e kujton nevojtarin, në ditë të vështirë, Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj, do ta kërthëndez në jetë, të lumë do ta bëj mbi tokë, dhe s'do ta lëshoj në duar të armiqve të vetë. Zoti do t'i çojë ndihmë mbi shtratin e dhembjeve të tij, do ta përtrish në sundjen e tij. Unë thash, ki i mëshirë për mua, o Zot, ma shëro shpirtin, sepse më katova kundër teje, armiqtë mi flasin keq për mua. Kur do të vdes, e do t'i harrohet emri. Po edhe nëse vjen kush të më shoh flet kotësi, në zemër mbledh pausi, del për jashtë a më vë në loj. Të gjithë armiqtë mi përshpëritin kundër meje së bashku, e ma mendojnë të keqen. Lëngat e madhe e ka kapur, kë kap kjo sëmundje, ai më nuk qohet. Po edhe miku im në të cilin pata shpresë, që hëngri bukën time, u qua kundër meje. Por ti, o Zot, ki i mëshirë për mua, më shëro dhe unë do t'ua kthej huan, me këto do ta marrë vesh se më do, nëse nuk lejon të ngihet armiku im në mua. E më ngjet dorën për shkak të pafajësisë sime, dhe më lejon të ri në pranin tënde për amshim. Qovë bekuar Zoti im, hyji i Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Antifona e dytë. Hyj i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Psalmi 46. Zoti është strehimi dhe fuqia popullit të vet. Hyji është për ne strehim dhe fuqi, ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi. Prandaj, as do të tutemi edhe nëse lëkundet toka, edhe nëse malet do të kapërdihen nga deti, le të gjëmojnë e le të përzihen ujërat e tij, le të dridhen malet në furin e tij. Rëket e lumi do të gëzojnë qytetin e hyjit, tendat e shenjta të lartit Zot. Hyj është brenda, nuk do të trandet askur.
hyi i ndihmon herët në agim, ullëritën popujt, ranë mbretrit, bubulloi Zoti, toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne, strehimi ynë hyi Jakobit. Ejani e shikoni veprat e Zotit, mrekulli që i bëri ai për mbi dhe. Ndalon luftra deri në skajet e tokës. Do t'i thyj harqet, do t'i coptoj armët. Burojat në zjarr do t'i djeg. Ndaluni e shihni se unë jam hyi, i madhërueshëm mbi popuj, i madhërueshëm mbi tokë. Me ne është Zoti hyi ushtrive, strehimi ynë hyi Jakobit. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyi i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Antifona e tretë. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Kënga krahas zbulesës, kapitulli 15, rreshta 3-4. Himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, hy o i gjithë pushtetshëm. të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, edhe kush të mos të lavdëroj emrin tënd. Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Leximi i shkurtër nga letra Romakëve, kapitulli 15, rreshtat 1-3. Ne që jemi të fortë e kemi për detyrë t'i mbartim të metat e të ligshtve, e jo të kërkojmë çka neve na pëlqen. Secili prej nesh të mundohet t'i pëlqejë të afërmit të vet për të mirën e tij, që të përparojë në fe, sepse as Krishti nuk kërkoi t'i pëlqejë vetvetes, por sikur se është në shkrim shenjt, sharjet e atyre që të shanin ty, rënë mbi mua, thot Psalmi 68. Përgjigje e shkurtër. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Na bëri mbretëri dhe meshtar për hyjin ton. Ai na liroi me gjakun e vet. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Zoti u ndihmoi bijeve të vet duke sjellë ndërmend mëshirën. Kënga e Virgjës së Lumes sipas Lukës ungjilltar. Kapitulli i parë. Rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyj shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt. qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrëzoi princat prej franëve të tyre. e i lartësoi të përvojturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet.
duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti u ndihmoi bijve të vet, duke sjellë ndërmend mëshirën. Lutjet e besimtarve. Bekuar qoftë hyi që me mirësi plotson dëshirat e skamlarve dhe të urriturit i mbush me të mira, të therasin plot me shpresë. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. O ati dhimbshëm, të lutemi për antarët e kishës të cilët vuajnë, udhëheqës të cilëve është Krishti i kryqëzuar, bëj që ta kushtojnë flinë e mbrëmjes. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Liroj të burgosurit, ktheoja dritën e syve të verbërve, riafër vejushave dhe skamnorve. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Jepu besimtarëve të tu fuqinë e nevojshme, që të mund t'i përballojnë sulmet e të keqit. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Me mirësinë tënde riafër nesh, kur të gjendemi në qastin e vdekjes, bëj të qëndrojmë besnik ndaj teje dhe të kalojmë në paqe prej kësaj bote. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Priju të vdekurve në dritën ku banon ti, që ta shikojnë gjithmonë fytyrën tënde. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Aty në që në qelu shetroft e mryt, ardë mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qel ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy ti na jep shëlbimin dhe na dhuron bejsi në shpirt. Shiko me mirësi bijtë e dashurisate, të cilët besojnë në Krishtin, e na jep lirinë e vërtet dhe trashëgimin e mshuar. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mbrëmësorin e të premtes, java 13 gjatë vitit liturgjik që ju ftoj të vazhdoni të shoqërojeni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishterë në shtëpinë tënde, qoftë leftuar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.